Më pëlqen jashtë mase të vi në Temenos, në pikën më të lartë të qytetit ku kemi ngritur tempujt për zotat tanë. Shiko, nuk e di se pse, por kjo pamje më jep një qetësi dhe më liron shpirtin. Shiko detin, duket si kur vezullon në ndjellin e muskut, edhe pse gjendet 60 stade larg nesh. E sheh ishullin e Sazanit? I ngjall një balene që ngjitet në sipërfaqe për të zhytur përsëri në ujë. Më duket sikur do t'isha duke bërë udhëtimin e paraardhësve tanë nga Korinti dhe Kërcyra, kur erdhën nga deti, edhe u vendosën në grykderdhin e Vjosës. Kur jam këtu, i imagjinoj duke lëndruar në lumin që shihet atje larg. Paraardhësit tanë, nga ajo distancë prej 10 stadesh, duhet të shihnin 2 kodra. Kodrën e Akropolit, ku jemi, edhe kodrën ku ngrihet tempulli i Apollonit. Sot, pronat dhe kullotat janë të pasura, edhe të begata në kodrat rreth nesh. Dhe sa më shumë t'i afrohesh qytetit tonë të madh, aq më shumë kupton se sa të shumë t'i jemi. Për momentin preferoj më shumë. Kur errësira e natës na mbështjell dhe qyteti bashkë me peizazhet rreth e rrotull zhytet në errësirë, duket sikur fshihet edhe zhduket pak nga pak. Dëgjoj, vëri veshin. Duket sikur qyteti i takon kafshëve kur njerëzit flenë. Vetëm tempulli i Perëndeshës së Bitumit shërben si pikë referimi. Zjarri i tempullit shndrit natë e ditë, si një far që shënjon kufirin e territoreve tona. Eja, u bëvon. Shkojmë të flem e të ndërrojmë në shtëpinë tonë. Prifti më tha që Apolloni i kishte dalë në ëndër dhe i ka dërguar një mesazh të çuditshëm. Akropoli ishte poshtë, nuk ishte në tempul. Në vend të tyre kishte tunele poshtë kodrës edhe zoq prej hekuj, si feniksi që fluturonin mbi qytet. Vetëm Perëndit e njohin të ardhmen.